Fedes më braktisi në momentin më të vështirë të jetës time. Pas 2 vite e sheshtje, Kiara Ferragni ka dhënë intervistën e saj të parë vetëm pak ditë pasi u shpall e pafajshme në çështjen gjyqësore për mashtrim të rënduar e lidhur me fushatat Pomodoro, Balocco, Pink Christmas dhe Uova di Pasqua. Influencierja dhe sipërmarrësja 37 vjeçare ka rrëfyer për mediat italiane se vendimi i gjykatës, i cili mbylli një kapitull të dhimbshëm që zgjati, që nga 2022 ka sjellë më në fund qetësi. Ajo ka treguar se menjëherë pas shpalljes së pafajësisë, festoi në mënyrë të thjeshtë në shtëpi e rrethuar nga njerëzit më të afërt. Do të festoj, u thash të gjithëve miqve të mi që vinë në shtëpinë time, do të rim bashkë të qetë. Tani po rifilloj të jetoj, është shprehur Ferragni. Në një intervistë ajo është ndalur edhe tek divorci me reperin Fedes, me cilin ka 2 fëmijë, Leonen 8 vjeç dhe Vitorian 4 vjeç. Sipas saj, ndarja ndodhi pikërisht në periudhën kur shpërtheu skandali i Pandorove, një moment që ajo përshkruan si më të errtin e jetës së saj. Ka patur një ndarje publike në momentin tim të vetëm të nevojës. Jam ndier plotësisht e braktisur, kam vuajtur shumë, ka deklaruar ajo. Kiara ka shtuar se në periudha të vështira kuptoi se shumë njerëz largohen, kur fiton të gjithë duan të jenë pranë teje, por kur ke nevojë, shumë zhduken. Pranë meje qëndruan vetëm familja, nëna ime, miq të vërtet dhe avokatët. Ajo ka sqaruar se në kohën kur u refuzua fushata, kur u realizua fushata e shumë përfolur e Pandorove, ndodhej në kulmin e suksesit. Sanremo, seriale televizive, fushata globale dhe projekte bamirësie. Sipas saj, asnjëherë nuk kishte qëllim përfitimi personal nga ajo nisëm. Ishim në majën e suksesit, nga ajo fushatë nuk fitonim asnjë euro. Kam qenë naive, por gjithmonë në mirë besim. Megjithatë, i ka marrë të gjitha përgjegjësitë mbi vete, shprehur Ferragni. Sot Kiara thotë se është një tjetër njeri. Sot jam ndryshe. Më parë mendoja vetëm për suksesin. Tani ka mësuar të kujdesem për veten, të mos fajsoj veten dhe të besoj se vërteta del gjithmonë. Ajo përfundon duke thënë se pas vendimit të gjykatës, më në fund ndjej e lirë dhe gati të nis një kapitull të ri. Tani mund të them se po rikthehem të jetoj.